A është duke dështuar botrori për klube ende pa filluar. Me shumë buj po pritet debutimi zyrtar me 15 qershor me ndeshje midis Inter Miami dhe Al Ahly. Mirë po Kupa e Botës për klube e dëshiruar nga FIFA me një format të ri gjigant, po rezulton të jetë një dështim i vërtet mediatik. Qindra mira bileta ka mbetur pa ushitur dhe çmimi ka rënë 6 herë më pak se ai fillestar. Dhe duket se organizatorët janë gati ta bëjnë gjestin ekstrem për të mbushur stadiumet duke shpërndar edhe bileta falas. Po ashtu zhvillimi në Amerikë i këtij turneu po e bën shumë të vështirë për fansat jashtë këtij shteti të udhtojnë shkaku i kostës së lartë të udhëtimit dhe akomodimit. Megjithatë, deri më tani, sipas presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, çdo gjë po shkon në bazë të protokollit dhe kjo ngjarje pritet të ketë një efekt pozitiv në futboll, sidomos në zhvillimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E për më shumë video se kjo, bëni subscribe në YouTube Urban FM 103.5.